Selam aleikum. Aleikum selam. Jemi në namazet e natës, lutemi Allahun, një pyetje kam, nëse ka mundësi. Nëse nuk na pranohet lutja, çka ndodh? Elhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. As para nuk e dim se nuk na pranohet lutja. Parimisht nuk duhet me na shku mendja nga ajo se nëse nuk na pranohet lutja. E se i thash se Allahu azza wa jall i pranon lutjet e besimtarëve. Andaj Zoti i Madh na nxit për ka lutja dhe na inkurajon që të lutemi dhe se i Madhi Zot qëndron afër atyve që i drejton Allahut me lutje. Kjo është esenca. Por hipotetikisht tonë, nëse lutja jonë neve na duket në sytë tonë se nuk ka ndonjë rezultat në të dhe nuk e shohim atë që i kemi lutur Allahut se na është realizuar, në këtë rast përsëri na asgjë nuk humbim, se na mbetet shpërblimi i lutjes. Allahu ka mundësi më vonë me na përgjigj lutjes tonë, shoku se atëherë është më e dobishme për neve që më përgjigj lutjes tonë. Po edhe nëse nuk na përgjigjet asnjëherë në këtë dunjë, Allahu ka përgatitur një surprizë dhe shpërblim në ahiret kur do të dalmi para Allahut azza wa jall. Andaj në gjitha format dhe mënyrat, robi i cili drejtohet Allahut azza wa jall, ai fiton dhe Allahu i përgjigjet lutjes tij dhe e shpërblen në lutjen të cilën lutja Allahut e ka drejtuar. Kështu që mos nguroni sepse është çytja e shejtanit parimisht që Allahu me të hamend në drejtimin e lutjeve kundrejt Allahut të Madh. Nuk guxojmë na shejtanit me ja leju që të na shtin në hamendje që atë lutemi Allahut a do na përgjigjet apo nuk do na përgjigjet. Esenca është që Allah i përgjigjet lutjeve të atyreve që lusin Allahun, andaj duhet me një sistem pa ndarë dhe vazhdimisht Allahut tonë t'ia drejtojmë lutjet tona, duke e ditë dhe duke qenë të bindur se ai është bujar dhe ka shumë çka jep dhe asgjë nuk paksohet nga pasuria e tij dhe mbretënia e tij, çfarë do që na jep neve në kërkesat tona. Pra ai që lutet Allah gjithmonë është fitues. Gjithmonë është fitues. Andaj mos u ndalni. Lutuni për shëndet, lutuni për falje, lutuni për pajtim, lutuni për zbutje të zemrave, lutuni që Allah të jepë vlat, lutuni që Allah të largon çdo seher, çdo mësysh, xhelozi, sherr dhe e keqja e mundshme që mundet të kaplan dikan. Allahu ju bekoftë dhe çdo të mirë. Allah shpëlbej.